Mirë, fokusohemi këto momente më gjithësisht. Ka nisur fakt i përgjakur viti i ri 2026, 3 të rinj humbën jetën si pasojë e një aksidenti tragjik të regjistruar në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen, e eksaktësisht në vendin e quajtur bypass, si pasojë përplasjes së dy automjeteve, një automet tip Mercedes-Benz dhe një tjetri të llojit apo të markës Volkswagen. Humbën jetën Klejdi Myftari, 24 vjeç, Angelo Ruçi, 28 dhe 26 vjeçari Martin Dula. I lënduar mbeti një 19 vjeçari Arstida Demiri, që është transportuar në fakt më njëherë drejt spitalit të Traumës këtu në kryeqytet për ndihmë specializuar. Kam në komunikim të drejt për drejt kolegun Piro Nase për më tepër detaj. Piro, mirë ditat, të përshëndes. Ngjarje e rëndë, në fakt, kjo që keni raportuar ju dhe që ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. Eksaktësisht me gjitha ato detaje që kemi deri në këto momente, çfarë ka ndodhur konkretisht? Nuk di le të themi destinacionet që kanë qenë të rinjt dhe kanë qenë duke kthyer, cila ka qenë dinamika apo shkaku i aksidentit? Andi, përshëndetje dhe gëzuar 2026. Gëzuar edhe për ju. Ky vit ka mbërritur me një përgjakje të llahtarshme që ka ndodhur në aksin Ure Leklit Tepelen në vendin e quajtur bypassi, gati 500 metra larg kthesës së fshatit Luzat, ku tre të rinj kanë humbur jetën si pasojë një përplasje frontale që kanë pasur dy autometet që udhëtonin të 4 persona që ishin pjesëmarrës, pra le të themi protagonistë në këtë aksident tragjik të paparë ndonjëherë gjatë 10 viteve fundit në rajonin e Gjirokastës apo më konkretisht në qytetin e Tepelenës. Aksidenti ka ndodhur në orët e para të mëngjesit sotëm dhe Report TV ka qenë në televizion i parë që ka raportuar në kohë reale këtë aksident dhe ka qenë televizion i parë që ka përcjell pamjet reale nga vendi i ngjarjes të kësaj le të themi të kësaj tragjedie që ka ndodhur në Tepelen. Aksidenti ka ndodhur, pra siç thash, në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku janë përplasur dy automjete, konkretisht Volkswagen me targa AB 797 VP, ku udhëtonin viktimat Klejdi Myftari, 24 vjeç, Angelo Ruçi, 28 vjeç, dhe që është përplasur me automjeti Mercedes-Benz me targa AB 552 LV, ku udhëtonte Martin Dulaj, 26 vjeç, i cili humbi jetën në këtë aksident, dhe Arstida Demiri, 20 vjeç, e cila fatmirësisht në fakt ndonse është jashtë rrezikut për jetën, është gjykuar nga mjekët specialistë që të dërgohet në spitalin e Traumës në kryeqytet për shërbime të tjera më të specializuara, pasi ndoshta ka nevojë për ndryrje kirurgjikale. Por që gjithsesi në fakt dinamika e ngjarjes ka qenë e tillë, Andi, pasi mendohet se dy të rinj të cilët kanë humbur jetën që ishin në bordin e automjetit Volkswagen vinin në drejtimin e kundërt nga Tepelena dhe shkonin në një drejtim, mendohet se shkonin në drejtim të Gjirokastës për të festuar orët e para të mëngjesit dhe të vitit 2026 në Gjirokastër, në qendrën historike për të festuar, ndërkohë që autometi Mercedes-Benz, ku udhëtonte dy të rinj të tjerë, vinin në drejtim të Tepelenës. Mësohet informacionet e mia parapraktike bëjnë të ditur se ka qenë një prezencë e një rërës, të paktën rërës në pjesën në krahun e djathtë të rrugës që ndodhet bypassi dhe aty kanë rreshqitur Mercedesi i cili është përplasur me Volkswagenin. Të paktën ky është një vlerësim paraprak i grupit hetimor, por që do të duhet një vlerësim final që të dilet në një konkluzion të ligjor, çka do të nxjerrë dhe rrethana dhe shkaqet që ka ndodhur aksidenti. Po. Të kuptoj, nga e që ju më thatë, nëse unë e kam kuptuar drejt duke pasur parasysh edhe situatën. Mercedes-Benzi që vinte nga Gjirokastra në drejtim të Tepelenës, presupozohet që ka qenë në krahun e rrugës ku janë edhe ku është bariera mbrojtëse edhe në krahun e rrugës, pra le të themi nga ana e lumit apo asaj zonës dhe jo nga krahu i Kodrës ishte automjeti tjetër. Prezencë rëre më thoni, ndoshta në atë korsin ku udhëtonte Mercedes-Benzi dhe çfarë në impunim në një gjë apo mund të ketë kaluar nga automjeti tonazhit të rënd dhe mund të ketë rënë rër.
Andi është e pamundur që të bëhet aksident në këtë aks, pasi ka një gjerësi të mjaftueshme për të manovruar, qoftë automjeti që vjen në pjesën jugore apo dhe ai në veriore. Pra, ka një gjerësi të mjaftueshme që është e pamundur që të krijohet një aksident rastësor. Pra, ka pasur një prezencë të rërës, pra inerteve, guraleca të vogla, çka duke pasur parasysh që ka pasur dhe temperatura gati -5 momenti që ka ndodhur aksidenti, pra ka qenë ora 02:30 e mëngjesit sotëm. Po, pra ka qenë guraleca të cilat janë të paktën ka pasur dhe prezencë të ngricave. Kjo në fakt, kjo përzierje kimike ka krijuar dhe aksidentin, të paktën kështu mendohet, paraprakisht nga grupi hetimor, çka ka bërë të mundur dhe properasin frontale mes dy automjeteve. Nuk kam të dhëna që mund të ketë pasur gjendje personat, pra viktimat mund të kenë qenë të ngarkuar me pije, nuk mund të them dot këtë, absolutisht, pasi duhet të ketë një konkluzion të qartë nga ana e grupit hetimor, qoftë edhe nga mjeku ligjor, i cili pritet që të vijë dhe të ndërmarrë procedurat normale për të vlerësuar të shkaqet e aksidenti, por që të paktën vlerësimi paraprak i deri tashëm nga ana e grupit hetimor është që aksidenti ka ardhur si pasojë e prezencës së gurave dhe terrenit rreshqitës të ngricave. Pra, po ta shikoni në pamje Andi, nëse juve i shfaqni. Po jo, pamjet i kemi gjatë gjithë kohës. Ka një gjerësi të mjaftueshme të aksit. Mirë, kjo gjërësia nuk do të thotë gjithmonë sepse humbet kontrolli i mjetit edhe mund të ndodhi, po e përjashton. Atë që vëmë re është kjo që ju thonit gura lezve ose të... E përjashton kategorikisht mungesën e manovrimit, pasi ka një gjërësi të mjaftueshme për të kaluar normalisht të dyja automjetet. Kjo në fakt e përjashton tërësisht ndonjë version të tretë. Po që gjithsesi versioni i tanishëm është prezenca e mjeteve rreshqitëse ku përzihet edhe rëra apo dhe ngricat. Dhe ngricat. Diçka të lutem, e kuptoj që do është e vështirë. Të gjithë të rinë nuk di, ishin nga qytetit e Pelenës apo banonin aty. Nëse këtë informacion e kishe që dy djemët që në mos gaboj u thonin në Volkswagenin po shkonin drejtim Gjirokastrës, djali dhe vajza që ishin në Mercedes-Benz, që ai është më i dëmtuari, nuk di nga ktheheshin dhe kishin lidhje me njëri tjetrin, pra mund të kishin lidhje dy djemët që u thonin së bashku apo ishin shoqëri, dhe çfarë lidhje kishte djali dhe vajza që u thonin tek Mercedes-Benzi. Nëse janë këto të dhëna deri më tani. Mund të konfirmoj vetëm kaq që të 3 viktimat ishin nga Tepelena, ndërkohë që edhe e reja po nga Tepelena. Nuk mund ta di raportin që kanë pasur e reja me të riun që ka ndruar jetë, që gjendeshin automjeti Mercedes-Benz, ndërkohë që 2 të rinjt e tjerë ka qenë shok të ngushtë, të cilët informacionet jo në rrugë operativa që më kam marrë, kam marrë gjatë këtyre minutave, është mbetet e ditur se ata shkonin drejtim të Gjirokastës. Po gjithsesi këto janë hamenësira, sepse duhet të pyeten edhe personat të tjerë të cilët kanë pasur djeni, le të themi, me personat të cilët humbën jetën para se ndodhte aksidenti. Mirë, Piro, faleminderit për momentin, të kemi të tjera kontakte në lidhje me këtë ngjarje të rëndë regjistruar. Faleminderit.